por pas 20 vitesh, angazhimi fort në politikë, më vinte shumë keq të mos e jap kontributin tim në këto zgjedhje, pikërisht për të realizuar atë mision që duhet realizuar. Dhe misioni kush është? Ndryshimi. Patjetër që duhet bërë ndryshimi. Dhe në fillim e mora me shumë sportivitet, thoja, do t'jap kontributin tim pikërisht për të realizuar këtë ndryshim që presin shqiptarët, që pret qarku legjes. Dhe në këte fushat elektorale, kontaktet që kemi patur me demokrat, me njerëz pa parti, me socialist, të ndershëm, njerëz të zhgënjur nga politikat paktën 12 vjeçare që janë bërë, më kanë dhënë forcë dhe kurajo të mendoj se kam bërë gjën më të mirë që kam hyrë. Qoftë edhe në listat e hapura, shumë më mirë në listat e hapura. Sepse dua ta ballafaqoj. Po e qartë, po e kishe menduar ndonjëherë që mund të jesh në listat mbyllura? Po patjetër, sepse edhe oferta kemi patur. Edhe oferta ka qenë. Ka qenë një projekt për të përfshirë në listat e mbyllura. Sot jam shumë më krenar në listat e hapura, që kam vendosur gjithë kredibilitetin tim, gjithë eksperiencën time, ftyrën time përballë njerëzve, përballë qytetarëve, pikërisht për të marrë votbesimin e tyre. Dhe në qoftë se në fillim hyra për të dhënë një kontribut, tani më është krijuar bindja shumë më tepër se rotacioni do të bëhet. Se ndryshimi duhet bërë. Dhe shikoj njerëz mënyrën se si na shtrëngojnë dorë, mënyrën se si komunikojnë me ne, mënyrën se si na buzëqeshin, mënyrën se si na presin, që është mënyrë krejt ndryshe mbase edhe nga fushatat e mëparshme. Dhe po besojmë shumë në këtë mision që kemi ndërmarrë.